Mbrëmë po hapja e një pike kulturore në Prizren, hapja Galerisë Arteve Enver Art Galeri. Në qytetin e Prizrenit njëherët u hape dhe ekspozita piktorit Enver Hoxhaj me titullin Në qyteti i heshtur, ku në këtë hapje të kësaj ekspozite morën pjesë ekspertë të shumë nga Ministria e Kulturës, zëvendës kryeministria në detyre Mirja Rexhepi si dhe mysafir të shumt nga sfera e artit dhe të tjerë. Fillimisht për këtë ekspozit ka folur Skënder Boštrakaj dhe me këtë rast tha urime Prizrenas për pikën e re të kësaj galerie në Prizren. Hapja e Galerisë Arteve Enver Art Gallery, Enveri ka vendosur që në mënyrë simbolike hapjen e kësaj galerie ta fillojë në Vjesht në Prishtinë me ciklin e njohur Qyteti i heshtur dhe përgëzoi Enver Hoxhaj me këtë rast. Enveri ka vendosur që në mënyrë simbolike që hapjen e galerisë ta fillon me një ekspozitë e cila është planifikuar në Vjesht në Prishtinë dhe bëhet fjalë për ciklin e Qyteti i heshtur. Është një cikël ku temë e ka Prizrenin, por e ka një Prizren të vetin minimalist. Dhe nuk do doja shumë ta shploj dron e Enverit, por si duket Enveri me këtë cikël na paralajmëron që nëse nuk e mbushim me dashni këtë qytet, me aktivitete, me ngjarje, me një kujdes më të madh për familjen, për njëri tjetrin dhe në veçanti për tritë e për trejat, edhe mund të përfundojmë me një qytet të heshtur, nga një qytet shumë i gjallë dhe që është simbol i artit, kulturës, historisë e asaj që është brend i vendit. Ne në Prishtinë, kur na pyesin ku me shku, ata mendojnë a më shku në një galeri, a më shku në një pikë kulturore në Prishtinë. 90% shi atyne që përgjigjen instinktivisht është në Prizren. Jo, po të pyes në Prishtinë ku me shku. Shko në Prizren, gotë Prizren. Kështu që në ju uroj që e keni edhe një pikë kulturore, Enverin e përgëzoj që përpos punës si piktor, punës si pedagog në nxjerrjen e gjeneratave të reja, gjen fuqinë, energjinë që ta krijon edhe një galeri ku do të jetë i ekspozuar jo vetëm arti i Enverit, e i Prizrenasve, po shpresoj i shumë kolegëve tjerë. Enver Hoxhaj falenderoi angazhimin e Skënder Boštrakajut, ai tha se në të gjithë ekspozitën i kam hapur me Skënderin, kurse ai falenderoi të gjithë ata që kanë mundësuar të jenë këtu ku jemi. Ekspozitat e mëdha në Kosovë që i kam pas pikërisht me Skënderin. Prej fillimit të thotë gjitha ekspozitat prej Qafës, do thotë prej galerisë në Qafa, e gjitha ekspozitat tjera që kanë pasur në Kosovë, i kam pas me Skënderin. Për atë arsye, Skënderi është ai i cili e din punën teme qysh nga fillimet e para e deri te qyteti i heshtur. Qëllimisht qyteti i heshtur sepse ka një arsye shumë të fortë që sot nuk do ta shpalosi, sepse ekspozita më e madhe ka më qenë në Vjesht, ku do të bëhet edhe një katalog, do të bëhet edhe një kritik për këtë punë, por ajo çka ju e shihni është baza është këtu. Do thotë provërimi i galerisë do të jetë me ekspozitën Qyteti i heshtur dhe pas saj do të pasojmë me ekspozita të tjera, sepse siç e dini Prizreni ka përveç artistave vendor, ka shumë artistë të huaj që kanë qef me ekspozu në Prizren, pikërisht në Prizren, edhe këtë hapësirë do të mundohemi që edhe aty në do t'ja japim mundësinë me ekspozu edhe të krijojmë kështu që krijojmë ura kulturore e kështu me radhë. Pra, ju kisha falenderuar me gjithë zemër që të gjithë keni ardhur, e keni pranuar ftesën time.
Karanfila Haxhi, studente e kolegjit AAP drejtimi piktur, me këtë rast falenderoi piktorin Enver Hoxhaj, duke theksuar se motivi i saj ishte pikërisht profesori Enver që kjo po vazhdon këtë drejtim. Piktori Enver Hoxhaj ka hapur deri më tash 18 ekspozita si në gjithë qendrat e Kosovës dhe në Turqi, Shqipëri, Zvicër, Itali dhe Amerikë.